Në Shkodër u zhvillua sot provimi i maturës shtetërore ai lëndës së matematikës. Drejtoria e Zyrës Vendore të Arsimit Birsela Kadia bëri të ditur se janë 1430 nxënës të shkollave të mesme, të cilët morën pjesë në këtë provim, ndërsa në nxënës janë me aftësi ndryshe. Sapo ka filluar tashmë provimi i tretë i maturës shtetërore, ai i matematikës. Është në fakt një ndër provimet që ka peshën edhe rëndësinë më të madhe, sepse është lëndë eksakte. Vazhdojmë të kemi të njëjtën situatë në lidhje me organizimin e procesit. Kemi po të njëjtat 6 qendra provimi, ku kemi të përqendruar gjimnazet tona publike, private dhe shkollat profesionale. Sigurisht kemi bërë një përzierje të shkollave në lidhje me këto qendra. Kemi një numër mesatar 1430 maturantësh të parashikuar për t'u nënshtruar provimit të matematikës. Vazhdojmë të kemi 9 nxënës me AK që do i nënshtrohen provimit, që do kenë sigurisht testin e veçantë. Një prej tyre ka zgjedhur të zhvillojë një test normal, ndërsa të tjerët të gjithë do vazhdojnë me testin e tyre të veçantë dhe mësuesin mbështetës që do i asistojë gjatë gjithë provimit. Në fakt është tashmë një proces që nuk ka patur probleme në organizim, që nga fillimi i hedhjes së shortit edhe deri në përfundim të shpërndarjes së gjitha materialeve deri në këtë moment që ne po flasim, që provimi ka filluar normalisht. Drejtoria Kadia u shpreh se procesi është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe të rregullt, pas një incident apo shkelje të evidentuar. Kjo është tashmë një praktike e njohur dhe konsoliduar, është rregulloria e maturës shtetërore që ka të mirë përcaktuar që ndalon përdorimin e celularëve gjatë provimit, qoftë nxënësve, qoftë edhe mësuesve të përfshirë në proces. Ambientet sigurisht janë të gjitha ambiente që kanë bllokues valësh, por sigurisht edhe përpara hyrjes në provim nxënësve u bëhet një kontroll me detektor në mënyrë që të kenë të ditur nëse kanë celular ose jo. Deri tani nuk ka patur shkelje të rregullores së maturës shtetërore. Maturantët në të gjithë vendin kanë edhe një provim mature, atë të lëndës me zgjedhje.